Ky podcast mundësohet nga Fiberal, GMS Equity, IBC Telecom, VC Shop, Uila Thisa, Beauty Wendy. Von, si gjithmonë von. Shkodrat bënojnë gjithmonë? Kanë zakon duket, Edhe I fullin si del? Mo zotnia? Ba. Jena në rek, maj. Man fond. Ardhi zotnia. Është zotin për jemër njeri. Për zotin një që në gjumë. Këtë janë rajna. Psa, flenë shkodron në zhek, Uf. Edhe I ti për jetën e që I flenë në zhek edhe... Në pas mundësi po me të thonë drejtin. Po rrallë janë rastet ku kam ku me fjetë gjekë, Si puna sot për shamu, ki pas kohë me aftë. Se ki fjetë sot, që nolli që fjete? Ishe I lollën? Që në si fjeta? Ishe I lollën? Që rëshi. Kara shi, që po në shkodron për vjen shi? Velo në ra. Se po të bajnë kines të marmot. Që në vëllë. Po, se po thonë flenë zhek mërë zotin, Po, po jo. flenë zhek mërë, ke flenë zhek. Okej. Ja, Na. Për të gjithë ju, Akil Varfi. Akil, me që erdhe vonë, je I dënu dhe kemi nga të regu një parcalet. Sa ka mamë si më të regu për celit? Në qaldër. Në polit. Në pëllit. Më marë dhe rejshi. lutem, jo me bo gjithë kumpi. Me qatë dushti? Nuk po të kofizoj. Si me qatë duhen? Në da Një më të bëjmë parcalet- më tjetë më tjetë me pip. Ja, pip, a do në me pranu vajzë një bërcalet? Ja, nuk pranojmë parcaleta me pip. Jo se është një emision që nuk është plus të mëllë. Ja, ti mund është me thonë pip vetë, të ku nuk mund është me thonë fjallë. Po mori më të Tasmania, pip. Po tham një kështu që është e kove të fundit. Okej. E kuptoj, nuk kam një gjutë është kohë të fundit, edhe nuk mendoj që... Ashtë atë new entry. Kush tani ndjen deri që kanë vetë për pip ty edhe në vesht. Okej. Ishte një burr, atë na ardhi lodhën për punë. Edhe fundet me bot dush. Edhe shkon djali vetë nga që kishte të ditën tonë, po ishte se kishte parë, thotë. Po është edhe mbani thotë alar me ty. Ai më drejt thotë mos më rri afër thotë me këtë po. Ama të me ty të normal me këtë pa një hajde të kimi strat. Sa shkon ti për me hinë në dush, I rrshet kama dhe kapet edhe mahet të babës. E thot baba, më fëmijë mi stret se ti që la me satam ishe për I qapi. Nuk ishte nevoj për pjo. E dojmë se të pëlqen një vajzë, edhe ma thuj si është e mënyra jote që I dek për para, da me ba kull po mi të si I propozon mërzot, si I propozon një femnes. Si Akil apo si aktor? Si Akil. Si Akil. Si Akil e doni? Si Mund është me na I thonë të dyja versione. Ose. Shiko, nëse marim këtë me shtrinë se si një Akili mund t'i propozon të ishte pyte, si mund t'i propozoj. Mi propozu, pra. Ti mund është me bëllë gjëna tjera, unë pyetjen e kam me propozu. Po, kur jam Akil, do me thënë, kur I propozoj dikujt jashtë rolit, normalisht se fjalë nuk janë shumë të ndërlikume, janë shumë thjeshta, sepse mendoj që ajo që unë ndjej si person, unë mish tham gjërat shumë troqe dhe shumë thjeshtë. Po pas nevojë me futa si far filozofie, më as nuk di më mashtru te kjo pjesë. Kështu që nëse është puna për Akil, absolutisht që mund të them fjalë krejtërisht që shiko, kam një ndjesi për ty, e kupton, kam vazhduar të ndjej diçka, nuk e di nëse është dashuri apo se çfarë mund të jetë. Akil thotë tash me fjalë krejtësisht, një duj, Se thonë nëse ki përballi tash, Shiko, propozoj. unë mendoj që propozimi nuk është, ndoshta nuk është kompleta ideja që ti e do dikë. Unë mendoj që nuk mjafton një jetë për me arrit me kuptu nëse do dikë apo nuk e do. Ti çdo ditë më shumë jetu e zbulua dëna se dëna person. Propozimi të du, mund të thush që ndjej diçka për ty, e kupton një emocion ndryshe për emocioneve të tjera. Po të dua shumë fjalë mallë, e kupton, nuk mund drejt një nëse ti I propozu do të thotë që në hapat e parë. Imagjina me më thonë ti musat të dua shumë fjale male. Kur pa ma vonë që pasi po duket të du. Kur duket që shi dash fjale Pse male. nuk di që dashuria ka mosh,
Dashuria ka mosh. Edhe ka dhe s'ka. Po s'ka mosh dashuria. Nisa janë ndjenjat vajzë dashtëm. Si të mund dushtin të mosh, si duhen këtë mosh. Tash mund du me më propozu si aktor. Mos ishtë si Leonardo DiCaprio. Ja, s'ka ja punë. Na pas nga te kam shpini shkodër. Nuk kam punë me Leonardo në heq. Si aktor, a? Okej. Po marrim rrethon. Pak po, dhe thanë. Jena ullë kafe, kena kohë që njifin, edhe tash është momenti me propozu. Kështu po përfitojnë në gjamë. Pa normale. Disi, duhet më ardhë. Ja, po nuk folën, nuk më duhet gjamë, ma falem nërës. A dhe më mu koncentru. Ja, për Se kam shkija, dhe i propozu diku që se njofë. Lita, në ina njoftë ka herë, ina unë kafe, për të që dikuj që se njoftë, është zgjella, unë ki njoftë, s'ki njoftë. Nuk ka. Njoftë. Që ka botë një gjohë. Në që shumë marë rëndësishme t'i thamë fjallë në sy, sepse edhe nuk mune mi majtë ma. Gjatë se kohë kam arrit me kuptu që njëri çdo ditë është kërkim të rrisë. Unë nështë e kisha humë rrugën drejt të rrisë dhe nuk përdisha ma me e gjithë. Por në momentin që ti erdhe tonë, më duk si një dritë shumë e madhe mes mërë nga shpirtit e. Një shpirt i këthym po thuj si një labirint, i cili kishte humë komplet rrugën e hyrjes dhe daljes dhe unë kisha met mes ti. E kisha humë në herë shpresin që do ketë ma dritë që unë arrit në gjithë rrugën të eme. Nuk mune me thonë që t'je vajza ma bukur që më thonë shiku sytë, po mune me thonë që mu më mesin sytë të ty sa herë të shofë. As nuk mune me thonë që i njëri më inteligent që kam taku, po unë thjesht për ullëm para bukurisë dhe inteligencës tane. Nuk mune me thonë asë që du, por thjesht ajo që unë di është që me ty ndihem ndrysh. Në qoftë kjo idjetësi, le t'jem pjesë e sajt, në qoftë kjo gjëja drejt, le t'jem po ashtu pjesë e sajt. Edhe vetë me gjë që du me thonë është kërkoj për ti që ti më mba një anë në dorë. E unë me dorën tjetër, kam e luftu krejt botën. Unë e shumë nuk se ka fanë pa direkt. Ishte nër... Nuk se ka fanë pa. Për një moment ishte, nuk du me thonë deklarat, ishte nër monologjet më të bukur që muen që ka me ken një shkputje, edhe kjo ka me ken ekskluzive për Fiber.al. Realisht, sepse... Po majeni. Më nisni me mu. Kam një pyetje, interpretimi ishte kohë i tesh, apo e kishe shkruar më përpara dhe ti tu kujtu një poezi e jote në momentin? Një të folë me një komedian, një kur nuk përgatisim gjatë. Asë një herë një. Okej? Nesit nga vinë Një vetëm komedian, po ti ka dhe shumë dramatik? Ashtë e çuditshme. Në kjo. Dhe të shko ka shumë? Sepse mu pëlqen shumë drama dhe gjithmonë e kam pas qejf dramën, pa çka jeta më prunin këtë farë rrugë tjetër që unë bëj komedian. Edhe do jam habitur si komedian. Por që fakti një komedian mund ta bëjë dramën, kurse një njeri që bën dramë se bën kur komedin. Kështu që e du shumë dramë. Lena mahnite i herë. Vajza, e kishte kështu, se nuk e kishte seriozisht. Po ishte që ja, unë jo ze fillu me kështu të ullë, wow, që ato noja, ato po... A shkancionojnë pak situatën i kena disa pyetje kështu shpejta, të shkurta. A ke të shkurta apo të gjata? Nëse bëjt fejt për fejt absolutisht të gjata. I shkurt jam vetë, nësë që më Një prit, mëse qanë. A qove, Bruna apo Bjonde? Pyetje vështirë. Nuk kur s'kam arrit me kuptu nëse ka një nëse më pëlqen më shumë Bruna apo Bjondja. S'ka shumë rëndësi kjo gjëja. Të kolma apo elegante? Të kolma. Të shkputën e pak kujton situatës gazmore dhe... Qa kemi pësu bëna këshumë, qa në uvejmë? Sepse kam një pyetje shumë... Shumë diskutim, faktikisht. Hajtë një herë bëvë zotin. Është shumë eksistenciale, me thënë drejtën, dhe shumë e rëndësishme me ditë për te që kur ik gjeki, që bëjnë pullat? Ki kujdes ka përgjishën, lutem, dush me në mu. Që bëjnë pullat? Pa.
Është shumë e rëndësishme që brenda një kohë shumë të shkurtë të gjetë një gjë tjetër. Sepse për ndryshe pulat nuk janë me pula. Do ishin fix pula do të thotë. Ne vlerësoj shumë gjën tonë, por nuk është kjo. Pulat i dashton, kur i gjeli, themelojnë organizatën e pulave të pavarura. Një dorë të vini për pulat e pavarura. Me qinët e pulat, a mundë më dhune me të ba një pyetje? Hajde shoh, ti me pa pula, a di me pula di na pula. Shikjo, me qinët e pulat pra, se të shi, u bëhet një organizat e pulave të pavarura. Po. Kush e ban super not mirë, pula plak apo zoga? Më pëlqen kjo tema. Mundë me bën pula plak, e bën më të mirë. Bravo. Zoga bokaloje. Po, Pëlqeu. A ke përpara se me dalë në skenë, a ke një ritual të veçantë? Para se me dalë në skenë kam një ritual të veçantë. Në fillim i kam pas, të që kam ma. Të që ti është normalisht përsëris tekstin me kry. Atë vetë besimi më nga vete që del në ty dhe të rëvej që i më një. Kaq. Kërse ma përpara normalisht musha vedin me frëmzim, motivim, ti munesh, ti adel. Dalësh në skenë. Ka posë rëse që bosh edhe brap. Brap, që ta manë si atlet. Sepse dikush është aktor e din që edhe gjimnastikat një mund shumë për me nxerr emocionet. Do me thonë ti bën edhe si edhe i fije vrap edhe i fije gjimnastik një moment për me shkëvetin. Është një diçka që ti hek emocionet edhe mund është më dhej me kemë për publikon. Po mirë, ti do në skenë. Normalisht i del skenë, banal stand-up night, më është ka momenti stand-up show. Edhe ka një moment kur mrena teje ti thu, unë kam thënë, po du me thënë një gjë gjenjane që ke me qesh tanë, po nërkohë, masi e ke thënë, një gjë gjenjane. Po, një gjë kështu krejt, si lihesh ashtu edhe qa banë në atë moment. Po, shiko, publiku gjithmonë të mashtron. Kur nuk du mi dhënë vetë publikut. Se në momentin që të për shembull në notë e puna, thëmi batu qeshin njerëzit, e kupton qeshin tabolinë dhe thu me vete kur dalë aty ka nuk shkrej njerëzit. Zero. Normalisht më met, por që kjo s'du të me të babë që të mu demoralizu, sepse unë punë që bëjë unë luj për kamerën ma shumë. Pra, atë që unë baj më shojnë 2 milion shqiptarë. Jo, përveç aty 150 vetë si vinë aty. Që që nër 2 milion dikuj kam i pëlqyre në aty të kam me qesh për njësoj. Por nëllë që qesh publiku dikun që ti kur se presë mërën me qesh një vetë. Pra gjithë mund publiku të mashtërën, në të kjo pjesë. Qa ban Akili me shpëtu shprehjes që ka në Shkodran të vetin qef? Kina një shprehje? E di, edhe në që shprehje ma bëgë që kena. Edhe ma... I vetëm ne, kanë vazhdu me marrë në tonë Shqipërinë këtë gjë, por që shiko, disi është një punë, është shumë havish për fakti që unë nuk di me jetu nërsh për posa ti Akili që kam kënë gjithmonë. E kupton, jam su një ashtu, jam rrit një ashtu, kam bjerë në shëshni, shkojt një të dene, nuk di më me jetu si vit, nuk di për vit vetën qef. Nështë ta ka momente që unë du me një pak, kështë po stish nuk di me jetu si t'il. Edhe nuk bëj asë një gjatë. Asë për mos me më hyjt vetën qef, asë mos edhe me më hyjt vetën qef. Unë bëjam synë për dyqëmëri, rri njësoj, dalë me t'njetit njerës, bajt njetin punë, punoj shumë, vetëm për mos me më hyjt vetën qef. Kështu që, këtë. Ishte gjash shumë interesante kja, sepse për zotin të rallë duke nga jeshtë Shkodran që nuk e hinë vetën qef. Ka shumë kena momente. Nuk di me më hyjt vetën, nuk di për me jetu nërsh. Ishte jam su... Pa mirë, normalisht që në Alina se jo vetëm Shkodër, po kryesisht në që jetojmë Shkodër, po thojmë Shkodër, njerëzit merren me punë të tjerëve. Ti vetë merresh me punë të tjerëve apo të bezdisin tjerët kur merren me toja? As fakt nuk merrem me punë e as kujt. Me të thënë drejtën që shiko, unë nëse kam mundësi me një mudike, unë nuk pritoj hiç. Edhe kam një shumë njerëz në çfarë do lloj rrugë tjetër, nëse kanë pas qef profesionale, për unë jam marrë edhe me çështje bamirësie shumë herë, edhe me shumë gjonat të këtij llojit, kur është puna me ndihmuni më. Merrem, por kështu punë të tjerëve se çfarë bën atje drejt kështu, nuk ka as pak
nuk kam shumë gjana në kry për më marrë me ata, kupton? Ti pas një moment një sketch që thoshe i 12, 13, kalej 14 që merret me punët e mia. Çfarë i tjetër thoshe që merret me punët e mia? Po. Ha. Po me punët e mia merret tash. Ti nuk merresh, po ti merresh. S'merrem, e kupton njerëzit merren, e kupton përmendin gjana që që kë kamarieri, e kupton, ke kanë dikur kamarier, ke pu dikur kafen. Unë nuk e kam për ullë, unë e kam krenaria dhe. E kuptan, dikur që për shembull verin nga për postimet që bëjnë e thoshin, hama se ti kena lënë bakshish. E kuptan? Po ato nuk e di që të matë bakshish, unë matë bakshish punosh, unë matë bakshish mosha vedin, e kuptan? Edhe funi nuk e se ma ke falë, kam bërë shërbimit, kam marrë legën. U jeta është e gjatë, unë përfunit prapë kamarier, unë prapë jam shumë i në rrumë me bërë atë punë. Kështu që njerëzit e dojnë mendojnë, ato njerëz që e përdorin normalisht kuptohet që maksimumi din klasë 3 kanë shku, te 4 kanë hinë punë, e kupton se nuk kanë mund me marru këtë shkollimin e tyre dhe janë shumë njerëz të izoluar nga vetë, se nuk di me bë dallimin mes një njeriu dhe kafshës. Unë konsideroj kafsha ato njerëzish që ofendojnë punën e atij tjetrit edhe mënyrën se si jeton ai tjetri. Kalon te pjesa kafshës, nuk ka bën me njeriu. Po thojmë që nuk ke respekt, po i lajm këta etiketime sepse kafshë janë shumë dashura për ne realisht. Edhe janë këto njerëzish që përçmojnë tjetrin ose edhe kanë një mënyrë tjetër. Unë kafshën e konsideroj si një çënje pa ndërgjegje. Okej. Edhe pranoj që i kafsh, janë njerëz pa ndërgjegjshëm. Se a ke diçka të veçantë, të rëndësishme që i bën vajzat më dashuru me ty? Fjala. Pika jote më Fjala, folna, vetëm fjala, ka çast gjë tjetër. As nuk kena bukuri, as nuk kena leka si gjë, vetëm ti është me folë. Unë gjithmonë tham që nëse du me kap një vajzë, nuk më duhet as me impresionu as si gjë tjetër përveç se më ul me fol, kaq. Edhe di me vetë që nëse flas, nuk tham që e kapi, tash i jam shumë na thonë edhe jo, mos s'ka ndonjë problem. Jo, është mendoj se 50% e suksesit. Kështu që por Interesante. Po, absolutisht që po, por sepse ti ke shku deri aty po nëse ke arrit një thon diçka. Po mendoj që vetëm me folën. Nëse ulem me të e di që pak do bëj një hap shumë të madh. Njerëzit janë dikush para publikut, janë dikush para familjes, janë dikush para pasqyrës. Po ti kush i kur nuk qef askush? Ideal shumë i thjesht, një ideal që ka punu shumë fort, një njeri shumë i drejtë, edhe një njeri që ndoshta nuk do t'ishte të bëj këtë punë që jam duke bërë. Ndoshta një njeri krejt tjetër, sepse ta thash më përpara, kam bërë një punë normale si tanë dhe kam qenë njeri shumë introvert. E kupton? Edhe kurse kisha menduar që do viti që unë do bëhem pjesë e ekranit edhe njerëzit më njoftë. Por çëse jeta ke ka pa pritur, ndika atë që ti nuk tash se do atë të bëni. Po nuk është prap keq edhe kjo që po bëj, por nëse do kisha pas mundësi me zgjidh vetë jetën tënde më në rresht, ta kisha pas menduar të mia, absolutisht nuk do të ishte kjo gjë që po bëj sot, do ishte diçka krejt tjetër. Okej, ti je një aktor humorit dhe ne sa herë që ti del në skenë presim veç me qesh, veç me na bë me qesh. Qa në për prasit të dalim në skena Akili, botën e kapërmës është shumë i prekin emocionalisht. Mund të dhe të këtë qa më për para. Qa banë Akili? Shiko, për atë 5 minutë që një dalim skenë, e kuptojmë po marrë një mesatare 5 minuta, një punojmë 6 ditë të javës. Në këto 6 ditë të javës, beso që ka momente që jo çdo ditë ti je mirë. E kuptojmë stresi, puna, lodhja, i bën tëna gjana bashkë. Edhe këta këto sakrifica bëhen që në atë 5 minutë që ti delësh në skenë me vlerësu si kur t'ishte gjëra funit që ke. Edhe ne kur dalim skenë taj 5 minutë, që dalim si kur është shfaqja funit e jetës. Pra i harrojmë tana gjanat për aq pak minuta se në skenë. Dhe për i skenë masane mundesh me varë të rejtë, mërzitu qaj dhe qatë dush, po unë kam dalë skenë dhe kur s'kam arrit dikush me kuptu gjenjën ta man reale se si mund t'jenë mërë. Këtë di që s'kena dalë me njerëva në skenë, ose të mërzitun, i 100 njerë kena dalë. Se në punët është një profesion, është një profesion. Po, kjo është ndoshta një ndër gjanat më të këqija që ka profesioni jonë, që ne në radhë parë mashtrojmë veten, pastaj mashtrojmë edhe kamerën. Me cilin aktor nga Portokallia nuk të doje të luaje? Me lujt? Me lujt, me ba një skeq ose një rol. Në Portokalli? Po. Apo në përgjithësi? Jo, të Portokalli. Shika, të Portokalli e kam tanë të mirë. I kam tonë fantastike atje, po mund me thonë një emër me Keidin, Keidi Gishto. Nuk ashtë që s'do t'luja. Arsyeja. Po nuk e kam qef. Një i keq.
Një shumë i keq. Nuk e ke problem që Kedi ka me pa nesër këtë video? Kedi nuk e kam problem sepse Kedi ka bërë tjetër ngjarje një emision tjetër. Do me thonë ti I kthej dhe reston. Po I kthej reston. Unë s'do kisha me luj me të, se puna jonë bën me luj me çdo kënd luj skenë te, po kështu si njëri s'kisha dorë, s'm pëlqen hiç si njëri. Pse? Djali keq shumë është. Djali keq. Por da gjime ndje mau kështu që. Po çfarë të thuash korçart janë kanë fjetë nga rrek të korçart. Por e pas ka me mu për ty, ma për para veç. Po, ma për para, unë s'kam dash me ata. Si është e korça me shkodrën, ka shku gjithmonë mirë, ç'a është ky problem? Nuk e di, unë nuk mendoj që është korçare. Do t'i di orë ton korç. Pra punë është kështu si është. Filmin me Aladinin e ke pa që gjen një lamp, e fërkon një 3 herë, edhe shfaqet gjinde. Por në këtë rast, ti nuk ke 3 dëshira, ke një mundësi mes 3. E para është të bash e pasën, e dyta është lexosh mendimet e njerëzve, edhe e treta është kesh famë. Cilin do t'i kishe kërku gjindet? Shiko. Fama Unë të pa jam. Ban mirë që të shëp bilet. Fama, unë mendoj që me kaq sa kam, edhe vjen një pikë që ti thu, du me nejt vetëm me më të kesh famë që më të njoh shumë njerëz. Nuk do e zgjidhsh. Me lexu mendimet e tjerëve absolutisht që jo. Pse? Puni, ko është e bukur e jetës nëse ti e din çfarë mendon tjetri për ty. E bukur është nëse ti vazhdon edhe merr kohën tënde për me kuptuar mendimin e atij tjetrit për ty dhe ti tregon veten tënde në forma të ndryshme. I humb lezetin dhe kuptimin se si arrin me kuptu krejtësisht mendimet e tjerëve për ty. Kurse pasuri, më vjen pasën. Mendoj që me pasurinë, ma në botë edhe fama. Bletë dhe mendja. Pas kur ke lektan të një saj mirë është Është i ame liku, ndryshoj menim tonë. Është i ame liku, direkte. Absolutisht që po. Leku të banë të bukur, leku të Nëse do zgjatë. ishe një film, nëse do ishe një film, cili do ishte? Titulli. Nëse do isha një film? Titulli. Interesante. E para e punë që absolutisht do ishte dramë si zhanër. Edhe komedi, se ka pas momente që mos bëjmë këtë kështu si vujtën, se kena kalu momente shumë të bukura, kupton? Edhe krejt të ndoshta çka kena hekë, kështu tana bëmi këthy në komedi dhe një super komedi e bukur, por që absolutisht që do kisha titulli thjesht do kishte qenë vetëm kaq, Akili. Edhe aty priti dhimi deri tash ku jam. Kështu më ishte ide e mirë, që ndoshta mund do ta mendoj si gjatë. Këtë një film Armin Akili, dhe krejt njerëzit do mendojnë që shkojnë atë Akilin e Greqisë. Dhe kur t'i dalun. Filmin e fundit e kena pa Pasaporta, dhe ishe pjesë e tij, edhe debutimi jote ishte me të vërtet të lehtë shihet bukur, të mirë, ideja që ishte edhe tonë Shkodran kasti, pjesa më e madhe Shkodran kishte një diçka që ne na botë edhe më tepër me unik krenar, kisha me thënë. Por unë Akilin e shohim edhe te Portokallia. Unë do me di ti ku gjehesh më shumë, te skeqet, te Portokallia, apo gjehesh më shumë tek rolet në kinematografi, ku nihesh ti më shumë vetvetja dhe ku e shef ti potencialin tënd më shumë. Tash që ndodh, unë absolutisht para se të njihsha këtë zanat, kisha shumë qejf kinematografin, filmin. Por duke punu këtë punë, kam arrit me kuptu që publiku është dashuri në vedi. Edhe mendoj që edhe kam kuptu gjithmonë në vedi që nuk do të ketë dënim më të madh se sa me hek një aktor prej skene. Edhe sot mendoj që nuk mund me jetu pa skenë dhe pa publiku. Më shumë të rëndësishme në jetën tënde, skena dhe publiku. E shoh shumë vendin mes shumë njerëzve duke performu. Kurse kemi moja gjatë tjetër, e kupton një etik i kamën përpara, njerëzit do shohin punën tonë mas disa kohësh. Është edhe impakti që kemi një herë ndoshta me publikun që është një diçka që nuk ta fal kërkosh, është një moment që e dën vetëm ti. Edhe ajo t'jep atë emocionin mendoj. Pikërisht, kështu që jam mes të dyjave, po kinematografia absolutisht është shumë magjike, është shumë e bukur sepse ti ke mundësinë me çu vetin tan dimensione shumë ndryshme, e kupton edhe. Kështu që mes të dyjave, por për preferenca normalisht kam qeti mes publikut edhe skenës. Edhe faktikisht aty ke debutimin tënd me të vërtetë që t'len mresa, t'jep humorin tënd momente dhe shumë gjithmonë natyrshëm çdo gjë e kupton, ja hek shumë filtra vetes kur del aty edhe. Aty kisha më thënë. Bravo. Akil me qenë atë filmi, më lind të rëndom një pyetje. Të kam pa në rolin e shokut të ngushtë,
E donit. Dhe ajo që unë konstatoja, sepse Akili nuk më duket ndryshëm, si Akili që kam në kafe, si Akili që është. Shiko, kur u bëj film, filloi një fazë audicionesh shumë e madhe. Unë nuk e njihsha Edin. Domethënë e njihsha si emër, po jo kështu në një kontakt të tillë dhe kam kuptuar që po bëte një film. Edhe i shkrui që shikoj thamë se keni rol për mua, jam gati për marrë. Ndërkohë që më kishte bë follow dhe i kisha bë, ishin veç kaq. Po më thotë. Kam diçka dhe ky kishte kanë të kërkuar kontakt për mua në atë kohë. E kupton, po ka thënë që okay, ti kryj këta se Akilin aty e kam edhe do e kontaktoj. Dhe më kontaktohen, pi me kafe dhe kur më pruni skenarin, më tha ti do jesh ky djali këtu, mos disa gjëra që i kaluame. Dhe kur që më po lexosha fillova me bë, si më thonë, ty tregu që shikon di me aktru. Më tha nuk të kam marrë për aktor, e kupton? Ti më i ba përshtypje. Kam marrë, më tha 400 vetë tha nga Akademia e Arteve, kanë marrë shkollën e aktorit, po nuk më duhet gjë. Unë du për ti, du Akilin, tha. Du komplet Akilin të ky filmi. Kështu që s'duhet me aktrosh hiç. Edhe nëse ti e din në Hollywood, në moment që ti hyn në korridor e ke të shkruar këto nuk aktrohet. E kupton? Kështu që edhe unë kam bë vetin tim kriz natyrshëm, po ta vesh jam një Akil si këtu si në film. Edhe kamera më shbasi më thonë, në du shumë kamera se njerëzit dikush e ka frikë, ka siklet kamerën. Unë nuk e di, unë më vu një kamerë parë më mënyrë më të lumë të në botë. Kështu edhe... Me vërtet shprehje interesante në Hollywood, edhe një herë ke këtu? Këtu nuk aktrohet. Fantastike. Pa, kjo është atje pra. Unë mendoj se momentit që Akili përshëndetet me nanën e Donit ajo është pjesa më e bukur, po mendoj se ke emocionu çdo njeri. Është e habitshme, sepse unë atë skenë ka kënë skena më e parë që kam bërë për filmin. Skena parë që kam bërë ka kënë një. Në më thonë asë ditlinja ka kënë në fundit krejnë, që ose këni pas filmin. Ja, duken aq reale, sa ose se cili prej nesh nuk kam pas ka përjetu një... Kam qenë një mund shumë, sepse ideja ishte... Edi më tha që ti nuk duhet të qash, sepse ti po e qëtë me durët e tuja atje, por një farë sikletit e ke, sepse edhe jetu e qu, edhe e ba pishman, edhe dhe një me do të me hajt një balans shumë madhe. Publiko e përjeton krejt atë. Lotit që nga me dola me nuk... E që ditë mirë se në disa kene ma kur dola për aty njërës i thoshin hera parë që Akili nga banë në qa. Se gjithmonë nga bëmi qenjë, kupton? Po, unë e kam shiku shumë atë gjanë. A mendon e se strada shqiptare ka bë progres në humor, edhe apo po zhyten më shumë? Ti personalisht a ke mësuar notin? Shiko. Me mësu notin është të shtiri, e zida është. Mënare ka sa dërë. Se shiko, në pishina halën tonë, po puna është kush rrinë më gjatë. Kështë që nuk e di për kemë e thy përgjigjet është ti, për estradën a për notin, apo do me marrë notin që do me halë estradën në ujë. Për të dyja. Që kja, mund është me fillu pak me estradën, mund është mu fut pak zhët edhe dhe në si përfaqe. Se pjesë e estradës në të ti, shma. Pache. Shiko. Unë mendoj që sot estradat në farë mënyra për një tjetër, çdo njeri që ka mundësinë ose ka pas dëshirë me bë humor sot ka momentin e tij më të mirë, më të mundshëm për shkak të rrjeteve sociale. Pa çka ne mundohena me i shoh, pa e prishin tregun absolutisht. Po mos tishin rrjetet sociale, unë nuk do isha duke bërë këtë punë që kam të bëj sot. E dim shumë mirë se sallat e teatrove janë nxanë për 5 personave dhe kur ke shkuar të kanë futur shkelmin, pa të pa hiç se kush je. Kurse në kohën që jetojmë sot, unë kam pas një rrjet tim social, kam vazhduar me bëj humor aty dhe njerëzit kanë arritur me kuptuar se kush jam unë. Pa pas nevojë me shku atje edhe me nejt me u lut për atë punë që do të bëj. Do të thënë një shprehje që ma kanë thënë këtu në Shkodër, një njeri i cili e konsideron veten në fakt është aktore shumë e mirë. Unë kam thënë atë njeri si aktore unë çon kam dhe për ulën para saj. Por po të flas si njeri. Kur më bëj një shfaqje në Shkodër, ndërkohë që unë punosh në televizion, kisha pas një rol për me bëtë një gjallë. I thash, kur filloj ajo dhe nuk më thirrë i kërkush. I thash, më fali, thash, po, pse s'më i thirrë? Më tha, një gjallë kërë tha, do të më nej dardhës në anteta, ndash me kap në i kokër. Ja, i thash, që është kjo me nej dardhës në anteta, unë nuk kam as lipjers, as serving, as nuk vuj për kashata buket. Unë jam një aktor që tashma punoj një televizion kombëtar, edhe nëse unë vi aty, është në të mirën e shfaqjes, edhe në të mirën teme. Edhe qysh aty unë kam bërë dalje me teatër Migjerin.
Shumë tri Shkodran, sepse ne jena në Shkodër, edhe unë të paktën kam një kontakt më të afërt i fije me tri Shkodran, edhe shumë prej tyne kanë dëshirë me pas një mundësi për me kanë aktor nesër, pse jo në teatr me gjeni, pse jo në show që jepen në për kanalet tona kombëtare. Një minut mërë se s'mu hilan me thonë, që duhet pyet, prit. Ideja ishte kjo, që unë e shoh se ata mas gjimnazit, se në gjimnazat të dalin ato filizat e ri me një herë, kanë një lloj pesimizmi, e shohin se nuk mundën me depërtu, e shohin se edhe po qanen, pak edhe po depërtunen, nuk ka ndonjë fitimprurje të madhe, edhe sot nisen të gjithë drejt leku, drejt fitimit madh. Por ti si djalë që ja ki dalë, a mundesh me i tregu atyne se si mund ta njekin rrugën drejt suksesit, edhe me ka ndoshta me mbet edhe pak njerëzor brenda vetit, jo me i krejt prej vetes. Atëherë, për kreta të tri që janë të një gjuhë, më thënë këtë podcast. Kur kam shkuar për herë të parë te Portokallia, 2 muaj ditë më kanë thënë ti s'ke më bë kurrë aktor dhe nuk je për këtë punë. Edhe jam kthy 2 muaj ditë me lënë sy për Tiranën në Shkodër. Më thoshin na vjen keq nuk je për këtë punë. 2 muaj. Nuk u dorëzova asnjëherë, thosha jam. Visha në shtëpi, mësosha, shkosha prapë. Një tekst. Pra një shumë e kisha përsëritur vetëm një tekst, saqë sa fillosha me lexuar shkoshin lëndë prej nervave, se më ishte bën shumë bajat teksti. Edhe më tha nuk bëhesh, nuk s'ma merr mendja, kupton, pra më kanë dhënë jo të sigurt. Nuk u dorëzova dhe prej aty shkova te Kalifornia. Ndrova, por nuk hoqa dorë se më tha Portokallia jo dhe shkova diku tjetër. Shkova atje u pranova. Dhe mas u pranova atje, shkova prapë te Portokallia, tash më me një status tjetër. Mi tregu që unë e kam bë. Edhe jam për këtë punë, kur shkova atje, më thanë prapë nuk je. Nuk ka mundësi. Betor. Je mirë, thoshin, por ke prapë për të arritur deri në nivelin e Portokallisë. Edhe unë mirë kuptosha, sepse Portokallia është tempull humorit, e kupton, unë disha që do ke çdo, por me këtë du me thënë që jo. Kur shohin që është një talent. As pak jo, shiko, Portokallia ka nivel. Aty ka aktorë që kanë 20 vjet në skenë. Absolutisht unë e kuptoj kur e kërkon cilësi për teje, sepse kemi luajtur një skenë me legjendat humorit, e kupton. Nuk mundesh të direkt thjesht se ke dëshirë. Ka njëherë nuk mjafton vetëm dëshira, me kanë realist. Kërkohet puna, kërkohet edhe pak talenti. Po si ka mundësi që nuk e hupe kur besimin te vetvetja? Kishte njerëz që kanë lanë, si thojnë, shtetje? Kishte njerëz që kanë shtet, apo? Shumicën e kohës njerëz ngojnë thënë lene. Vazhdo prapë që kanë të bo, ose shqip diçka tjetër, po mbite shumë i natë të vetja, ta më drejten. Nuk mendova që mune mu mytë me i gotë tuje, thash, unë du me ba këtë gjana dhe nëse du me ba, kam me ba dhe. E kështu e kam natyrë, nëse mund fiksohet diçka në kryo e shkret del fonos, e kam pa mujtë mëse në me vazhdo me ba diçka tjetër. Atëherë, unë po kuptoj që ti ke najt Portokallës në të përdardhës, jo? Në Portokallë kam punu për te. Po, kam punu për te. Portokallës po. Portokallët i ke najt në të. Absolutisht që i kam najt për te, për miliona arsye dhe kam punu shumë për te dhe do vazhdoj të punoj për te. Funi tash ma mirë një portokallë si që ajo, se sa një darë dhe prishën. Akel, ti ke përveç pjesës që merresh tashmë me humorin me tjerë, ke kaluar edhe një stat tjetër të një këngë. Jo, se si e ke këtë këngën? Na të pak të këngën. O, bo! Kështu si e ka thënë Jozi, Akili duhet me Ishta me ditë edhe tekstin kështë e ka shkru. Vete kam shkru tekstin. S'ka mundësi. Që s'ka mundësi? Shko, unë i shkruj vetë, qëto gjatë që unë bajt, që ka rritëm në skenën, unë e shkruj vetë. Pse në zjarë, qoftë edhe humorin, aq materialiste, aq... Si ka mundësi? Sepse mendoj që filmat janë materialiste. Në një farë mënyrë apo një tjetër janë materialiste. E thënë nga një maskilist? E thënë nga një maskilist i thekur. Po, kështu mendoj domethënë. Kjo është menimi jam, unë nuk e kuptoj pse duhet të jetë problem të ketë një mashkull, pse duhet të jetë problem sot që është një mashkull maskilist kur ka miliona vajza feministe. Pse duhet të jetë problem një maskiliste, kupton? Unë përballem shpesh me këtë gjë. Po kështu jam tash. Jena dakord, po se ishte në pamë.
Çfarë bëhet më të kongë, edhe krijimi i kësaj kongi nuk e di pse e bëna, ishte këtë gjakot. Po ashtu në shtëpi çapo bëjmë se po një muzikë dhe vazhdova me shkruajt, doni thamë ti, vetëm ta regjistrojmë ta postojmë, dolin ku dolin, nisi si parodi. Po. 1 milion e sot klikime thosh, o zoti i madh. Çapo no, gjitha vitin me klikimeve dhe u bë kaletën e Top Awards, kaloi veni parë për disa javë. U bë hit. Për disa javë kaloi Top Awards veni parë, thosh, s'ka mundësi më këtë don ky popull. Edhe aty nështë publika kuptoi që ishin materialiste. Tash i dën tekstin. Një pjesë. Po. Në TikTok ka duke shumë hot, ta kom pa video në partë, kom bo like sekund. Në bio kishë snap, direkt ta bona ed, pyetja por që më bona ishte zemëra ki Benzo, Benz. Tekstet moja, tekstet pella. Tekste bashkëkohore. Ha, ka të bëm, do të rime komercialitetin, e kupton. Po kishe një regjisor. Çfarë rolit na kishe dhënë të trijave? Se të resnone. Na jep një rol që ne edhe ta improvizojmë. I kilo një pushtet papam këtë Se fillova mu drejtu i të Po, mamaj, po të edhe vetin rol, sepse këto regjisorët bajnë edhe producentin, edhe aktorin. Nuk jam prej atyre. A Absolutisht. kupton çfarë pushtetit i ki dhanë më Iden Akilit në këtë moment? Nësoj ki thonë ti na fut në rol, Akili qoj sytë o të më Ja, pa se mu i ka, herë. edhe DJ ka një skenar gati për njëtë, DJ ka një skenar filmi gati. Po, dhe kjo vjen ti mas një muhabetit maskilist. Shumë që po na jep të shtëpi. Shiko, se ti mos e ngatroni ti me maskilisht. Maskilisht nuk do të thotë që të ulesh një infirmër, apo jo? Mirë, çfarë karakteristika shketi si maskilist? E kalon pyetjen tjetër. Ja, mamajna më shme ju përgjigj për maskuliste. Çfarë roli ta kishe dhënë secilës prej nesh? O isha asë më thu generalin. Mu më duk si kur nuk deshti më përgjigj. Jo, po do përgjigje, po le pak fantazoj. Fantazisë. Jo, se njëri absolutisht do kisha bërë një detektive. Wow, jo shumë rëni për jasë. Po. Dhe gati. Të shti unë po? Po, am gati. Një detektive. Detektive? Do të një skin do të më kanë të trija, jo, apo jo? Po. Ti je një detektive e cila dyshon që kjo vajza këto Se e kam i dëshim. Nuk e di, ti më jep atë frymen kështu, më jep atë energjinë aty në vajzave europiane që kanë atë lëshmërinë në vetë për me jetu jetën si të dojnë, e kupton? Edhe janë shumë free spirit më në vetes. Edhe kjo vajza këto, po dashje duket sikur ka bërë një krim nga si më thonë nga çiftësia që ka po dashje, ka bërë diçka tjetër. Thjesht duket si një vajzë nga këto që shesin. Se si bën krim e na ka komedi. Duket si këto vajza që shesin lule, e kupton? Janë këto të çiltra, të vogla, këto dashura, shumë duket kjo gjë, ja. Unë më dhoba se kam, gjithsesi, e disha që kam e më thonë ki bo një krim, ose e kam bo pa doshë, Po, e ke bo, pëse me, di bane që më mendosh, kurse ti më dukesh si kur personi që jep drejtësin. Wow. Gjyqtarja. Po, një person që ka me dhënë drejtësi për krimin që ka boja. Ke filmi apo jena jashtë? Asnjëra për Se ju nuk duket pas si kena shqiptar. mundësi me korruptu. Asnjëra për ju detektivi, duket. Qa na bane, Marë? As gjyqtarët. Thuj Marë Akil që jena në Shqipni, po këtën ti marrë do lek, se na duhen. Po, unë thamë që në pabje, në aparencë, është shumë është kemi u futë një femën normale, dhe më thamë bazike shqiptare që është në aparencë edhe menime, kështu që unë e përfitërova jashtë, dhe përfitërova diku në Francë. Kështu me arre fantazi. Pak e shumë se E kam kemi një thonë. parë, Ja, e ka thonë shoshë la fa. Vajza një kurioze me ditë vetëm diçka. Çfarë krimit kam bën po dashje? Nuk e di që A më mund me t'ja thonë. mund se në ti po dashje, kimi që ishe floriste, në fakt që të mjallë, të ndafila ki mjallë kanabis. Po dashje. Fantastike, kam pëlqeu. Po kemi një kanabis po dashje se ta duke bukur ngjyra jeshile. A kupton ti që ka full krejt si detektive? E arme jote uroj që të ketë surpriza më të këndshme, a mund është me na zvulu diçka dhe që ne ta myllim me ato surpriza që keti për publikun. Atëherë, plani parë në fokus është puna që unë bëj si komedian, që jam shumë i fokusuar atë, para çkosa do t'jetë, edhe para çkosa unë kam mundësinë për me e bë si punë, se jetë skor nuk i dihet, por po ashtu paralelisht me këtë eci pranë planet tjera ku këtë vit
pretendoj me hedhë edhe disa këngë tjera, që po i bëj gati, për atë mund kam bërë një pauzë shumë gjatë për këtë kohë, se po i bëj gati që t'i hedhë i rresht. Po ashtu do të shkruaj edhe një film tjetër, që do bëhet po ashtu nga Eduard Grizhaj, por këtë rol, do jem edhe bash skenarist të ai filmi, ku e pranoj me shumë qejf kënaqësinë, sepse nuk po ju tham shumë detaje, por thjesht e di që do jetë komedi, edhe fakti që është komedi është fusha jame. Do jem edhe bash skenarist, po ashtu do kem edhe një rol, po jo regjisor, jo producent, se jena mësuar me pa në Shqipëri që shef audicionin aty, kërkojnë aktor për filan film, ku thot, unë jam regjisori, jam skenaristi, jam producenti, jam aktori kryesor, jam aktori antagonist të filmi, pra çaj të kërkuam, ta marrim vesh. Duhet edhe kur shkon te jepet për figurant. Kështu që nuk është nga ato lloj filma, e kupton, pra unë Eduard Grizhaj bën diferencën gjithmonë te filma. Këto ka për momentin atë. Pjesën e filmit, ka një film tjetër që është i shkruar po prej meje, por që ai mendoj që don kohën e vet për mu realizu si gjë. Mendoj se don kohë, mendoj se don sponsor, mendoj se don shumë çka gjana. Ajo që unë kam shkru po ban 3 vjet që është shkru, edhe prapë nuk jam shumë i sigurt, sepse unë eci shumë me këtë frymën e këtyre regjisorëve të huaj, që gjatë tan karrierës tyre bëjnë vetëm 2 filma në jetë, që kërcasin me të, kupton. Si për shembull, cili regjisor që Game of Thrones. Një film ka bërë tan jetën e tij dhe zotnia është me të qenë për tan jetën. Vetëm atë ka bërë, s'ka bërë më. Pa çka ka pas linja të ndryshme, skenaristë të ndryshëm, por krijuesi një ka. Ka bërë vetëm këtë edhe e ka mbyllur. Nuk e di nëse keni pa Game of Thrones. nuk e kena pa. Nëse shikoni Game of Thrones keni marrit me kuptuar që nëse ti ke bërë një gjanë jetë, mendoj që e ke si çmim për menajt atje. Le të paguajnë bota për ty. Akil, me që të planet tuja të armës ka e kanë shumë interesante, po t'jeni që të diskutu, thuj që e kam një detektive, një gjyqtare edhe një... Floriste. Akil. Ju shumë faleminderit vajza, edhe juve ju shumë sukses dhe shpresoj t'ju ecin sa më mirë. Faleminderit. Që ishte shumë kënaqësi. Grazie. Keni një mik në Tiranë? Nëse po, drejtoni drejt pikave të IBC Telekom, sepse IBC Telekom ka krijuar ofertën Emerge. Çfarë nuk kupton oferta Emerge? Oferta Emerge ju dhuron juve dhe mikut tuaj 6 muaj abonim falas.